Qeveria e Republikës Shqiptare, ku pjesëtar i kësaj qeverie ishte edhe Zogu, që ishte ministër. Në këtë kohë, qeveria shqiptare ka nxjerrë një vendim për të pajisur Shqipërinë me anije luftarake. Dhe ka bler 2 dragamina gjermane të vjetra, me një transakcion qik të dyshim nëpërmjet Rumanisë, një banke sepse anijet ishin gjermane, ishiste Italia të riparuara, transakcioni bëheshe në Rumani. Si dhe sot, korrupsion. Flitet se ka pasur korrupsion nga zyrtarët shqiptar, dhe ky fillim i këtij aktiviteti, i kësaj ngjarje, të blerjen, është edhe një shkresë e Parlamentit shqiptar që cakton një fond për të blerë anijet. Dhe kjo quhet dita e forcave detare. Ndoshta kanë të drejtën e ty. Kemi ditë forcave detare që fillon për Shqipërinë kohën e Princ Vitit, kemi ditë forcave detare që fillon në kohën e Zogut, kemi ditë forcave detare që vend pasaj komunizmin 45. Ilir, është shumë interesante kjo, më falë që përse ne akoma dhe sot që nuk është komunizmi, o nuk është, pse ne nuk jemi në gjendje si popull dhe ajo që ne është drejta e çdo flote të gjejë një ditë të saj. Jo, po nuk kam asnjë kundërshtim. Jo, unë nuk mendoj që bota e ka kështu, ka një ditë caktuar dhe bin dakord për këtë ditë. Jo, bota e ka të ndryshme. E ka të ndryshme, Për shembull. Po. Gjermania ka 9 flota. Dhe ajo të 9 flotat kanë datat e tyre, flamurin e tyre. Pra këtu kemi të bëjmë me 3 flota të ndryshme? Këtu kemi bëjmë me Shqipëria ka fatin që ka një histori detare që në lashtësi. Edhe është gjunaf që neve caktojnë një datë pa në një studim. Kjo është e drejta e atyre që e kanë vendosur që duan këtë datë. Po në fakt, duke mohuar datat e tjera, kjo nuk është e mirë. Po pra, këtë ta kishte fjalën që dëvon, ne mojmë se e kuptoj tash që të thuash si Gjermania ka 9 flota, edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë disa flota detare dhe për çdo flotë ka ditën e vet. Por Rusia ka 3 flota, që 1700. Të treja janë flota të ndryshme, se kanë flamur të ndryshme për orientime të ndryshme, për detyra të ndryshme. Neve i kemi bashkuar në një. Kjo duket është bërë në kohën e doktor Sali Berishës, dhe është bërë nga një komandant që në atë kohë ishte komandant i flotës, një nga komandantët e talentuar të flotës, por me fatin e keq që në kohën e Mehmet Shehut, edhe ky nga Mallakastra, një komandant i ndecës i përgatitur, jashtëzakonisht mirë, pse ishte në Mallakastra, hiku dhe ky nga flota, e hoqën nga flota. Ky është Fitim Halili, një nga komandantët e Zot të Nëndecëve, po kjo ishte më shumë një qëndrim i natçor që hajde po e bëjmë këtë ndryshim, dhe këtë ma ka shprehur vetë komandanti. Unë në takime që kam pasur me komandant Halilin, ma ka shprehur.